Me mbrëma gjithëve të nderuar teleshikues, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni homazhet për ndarjen nga jeta të ish-deputetit Andis Harasani sillin përplasje opozit mazhorancë në parlament. Berisha akuzon rilindjen se e përjashtoi të ndjerin nga Partia Socialiste. Balla i përgjigjet e akuzon kryedemokratin se po bën politik me vdekjen. Avokati i zyrës së mbrojtjes së Donald Trump viziton Veliaj në Burg. Arrestimi i tij i palishëm, thot ai. Veliaj del nesër përpara gjykatës ku kërkon rrëzimin e masës së arrestit. 40 orë nga fati përfundimtar i dorëzimit të listave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste dhe Ajo Demokratike po diskutojnë kandidatët e zgjedhjeve të 11 majit. Rama deklaron se deputetët aktual do të jenë në listat hapura, Berisha mbledh aleatët. Nga Sarajeva, shefi i NATO-s Mark Rutte thot se angazhimi i Aleancës Ushtarake ndaj Bosnjës është i palëkundur. Nesër ai viziton Kosovën, takon Albin Kurtin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbyllin zyrtarisht 83% të programeve të USAID, nuk përmbushin interesat e Washingtonit, deklaron sekretari i shtetit. Anullohen 5200 kontrata. Këto edhe shumë informacione të tjera me njëherë pas sigles. Nisim tani më gjërësisht seanca plenare kësaj të ente nisi me 1 minutë heshtje për ish-deputetin Andis Harasani, ndërsa opozita e akuzoi Partinë Socialiste për përjashtim dhe për ndjekje politike. Debatet vijojnë me përplasjet për çështjen Veliaj dhe përgatitjet për zgjedhjet e 11 majit. Kuvendi nisi seancën plenare me 1 minutë heshtje në ndërim të ish-deputetit të Partisë Socialiste Andis Harasani, i cili ndoroi jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. U preht në paqe. Opozita më në krye Sali Berishën akuzoi mazhorancën se ishin ata që e përzun ish-deputetin e ndjer Andis Harasani, ndërsa mazhoranca kërkoi të mos bëhet politik me vdekjen. Nuk mund të mohohet se ju e përzutate dhe duhet të kërkojen ndjes. Largimi i njeriu nga kjo botë nuk duhet të jetë objekt cinik diskutimesh partjake dhe elektorale. Ky moment mos kaloj vetëm si një moment nderimi nga ana e kuvendit, por edhe një përpjekje jonë për të ofruar atë ndihmë që mund të ofrojë shteti shqiptar për një deputet të 2 legjislaturave të këtij kuvendi. Dallimi jonë me ju është shumë i qartë. Ju i vrisni natën, i përzini nga Shqipëria dhe i qari ditën. Deputeti Dash Sula tha se mazhoranca po përgatitet për ta nxjerrë nga burgu Erion Veliajn, sipas tij ka presion mbi personat që përfshihen në proces. Një koment për këtë çështje dha edhe kreu i opozitës Sali Berisha. Por ju më shumë i shqetëson Erion Velia që ka nesër gjyqin për fustanet, për bijut, për bikinit e tij, e të familjetarëve të tij, se sa për hallë qytetarëve. Nuk mundet qytetarët mos e dinë se ju janë ata që votuat në 5 minuta. Për arrestimin e Sali Berishës në një kohë kur, o të mirë, nuk bërë asgjë tjetër të mbrojta parlamentin. E bët, do u kthehet, karma u vjen mbrapa. Pas seancës së 20 marsit, kuvendi do të ndërpres punimet për t'i lënë hapësirë fushatës për zgjedhjet e 11 majit. Ky sesion do të mbyllet me 9 shtator. Erion Veliaj e vizitoi në ambientet e paraburgimit të Durrësit avokati i studios amerikane që mbron prej 15 vitesh Donald Trumpin. Ai bëri një deklaratë ku e cilëson jo legjitim mbajtjen në burg të Veliajt. Kryebashkiaku do të lërë qelin ditën e nesërme për të marrë pjesë në seancën që do të mbahet në gjykatën e apelit, ku ka ankimuar masën e arrestit me burg. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj do të dalë të martën para gjykatës së apelit, ku do të shqyrtohet ankimimi për masën e arrestit në burg, të dhënë për të në shkallën e parë. Veliaj ka kundërshtuar këtë masë ekstreme shtrënguese, pasi sipas tij nuk qëndron argumenti i prokurorëve për largim nga vendi apo prishjet e hetimeve. Gjithashtu ai ka kërkuar edhe largimin nga çështja e tij e prokurorit Olsi Dado me pretendimin e konfliktit të interesit. Të martën Veliaj do të lërë qelinë e paraburgimit në Durrës për të udhëtuar drejt Tiranës. Arrestimi i Veliajt u komentua këtë të hënë nga avokati i studios amerikane që mbron prej 15 vitesh Donald Trump, Joshua Roberts. Në dalje ai mbajti edhe një deklaratë për mediat ku e quan mbajtjen e Veliajt në burg në kundërshtim me ligjin. Në Amerikë, sipas kushtetutës dhe ligjit, akuzat penale ngrihen vetëm në bazë të një shkaku të arsyeshëm kur të jetë kryer një krim.
dhe qytetarët që përballen me akuzat penale mund të ndalohen para gjyqit vetëm nëse paraqesin rrezik arratisjeje ose rrezik për shoqërinë. Ndikimet e pacaktuara në afat dhe pa akuza penale dhe kriteret për rreziqe, veçanërisht të politikanëve, janë në kundërshtim me sundimin e ligjit dhe demokracinë në Shtetet Bashkuara. Këtë të në shty seanca ankimore bashkëshorte së kryebashkiakut të Tiranës, Ajola Xoza. Ajo kërkoi që në sekuestrës ndaj 2 llogarive bankare të bllokuara nga SPAK, ndërsa në një tjetër seancë apeli posaçëm nuk pranoi ankimimin e vjerës së kryebashkiakut për heqjen e sekuestrës nga vila në Qeret, dhe kjo e bllokuar për llogaritë e hetimeve që SPAK po kryen ndaj Veliajt. Kryeministri Edi Rama mblodhi sot grupin parlamentar të socialistëve. Kandidatët që janë deputet do të vendosen në listat të hapura, tha ai. Vetëm drejtuesit politik të qarqeve kanë një vend të sigurt në listat e mbyllura. Rama kërkoi që të shtohen forcat në mënyrë që 11 maj të vulosë integrimin evropian të Shqipërisë. Procesi i përgatitjes së skuadrës së 11 majit nuk ka përfunduar ende. Kështu shpreh kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të forcës politike që ai drejton, ku bëri me dije se asnjë deputet socialist që ka marrë të paktën një mandat nuk do të jetë në listën e mbyllur. Cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtueses politike. Asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Sepse parimisht, luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste. Ndërkohë që kreu i qeverisë shtoi se vendimin për veten e tij nuk e ka marrë akoma. Me thënë drejtën, as e kam pasur dhe as e kam shumë idenë se pse unë duhet jem aty në parlament si deputet për sa kohë kam të detyrë. Nga ana tjetër do ishte prap një hyrje në hak ndaj të tjerëve që të vendose emri im dhe pastaj të vinin votat dhe të çorientoheshin njerëzit. Vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht se mund të mos jam fare në listë. Duke qenë deputet i gjithëve. Gjithashtu, për të garantuar një garë të shëndetshme, kryeministri Rama theksoi se të gjithë drejtuesit politik të qarqeve do të jenë në lista të mbyllura. Zgjedhjet e këtij viti kanë një rëndësi të jashtëzakonshme në një kontekst gjeopolitik, tha kryeministri, pasi fitoria e Partisë Socialiste me 11 maj duhet për të vulosur integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi koalicionin opozitar Aleanca për Shqipërinë Madhështore, në cilën aderojnë 26 forca politike. Berisha tha se nga sot opozita nis fushatën zgjedhore, ndërsa për mediat Berisha zbuloi se ka patur ofertë nga shefi i qeverisë për të bashkuar votat në kuvend kundër SPAK, ofertë që sikundër tha ai u refuzua prej tij. Dakordsinë e Partisë Demokratike me aleatët, kryedemokrati Sali Berisha e prezantoi në emrin e koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Bashkimi i 26 partive për Kreun Demokrat do të jetë fituesi i garës së 11 majit me epërsin morali që ka, kundrejt shumicës që për Berishën përfaqësohet vetëm me krimin dhe korrupsionin. Ky koalicion nis garën elektorale përballë një narkoregjimi i lidhur kokë këmbë, kokë xhep me krimin dhe korrupsionin, por ky koalicion nis garën elektorale me një epërsi të jashtëzakonshme morale. Berisha prezantoi programin elektoral të opozitës nga minimumi etik deri tek inteligjenca artificiale. Rama tha Berisha nuk ka alternativë dhe program përveç epiteteve pa etik për kundërshtarët. Kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua burrë dhe këto. Kreu Demokrat nuk ndalet të komentoj deklaratën e kundërshtarit Rama për sa i takon vendit të tij në listën e kandidatëve për deputet, por thotë se i vetmi shqetësimi i tij janë zhvillimet pas 11 majit. Zbuloi për të parën herë për media se ka patur ofertë nga shefi i qeverisë për të bashkuar votat në kuvend për të zhbërë reformën në drejtësi me synim SPAK-un. Dështoj të siguroj votat e PD-s dhe të bindë Sali Berishën për të shkrisë skapin e partisë, siç jam betuar, do i bashkoj kur votat me te. Berisha rikonfirmon se në rast fitore të zgjedhjeve PD do të bashkëpunojë me Komisionin e Venecias që vendi të mos ketë më sipas tij prokurori politike. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një video mesazhi lidhur me protestën e thirrur nga opozita për mbylljen e TikTok. Sipas Ramës, vendishmi është marrë për arsye sigurie dhe nuk ka motive politike. Në këtë rast ftoj
të gjithë gjimnazistët të nisim betejën tonë për çlirin e TikTokut. Kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale në lidhje me thirrjen e kreut të Partisë Demokratike Sali Berisha për bojkot të mësimit për shkak të mbylljes së platformës TikTok. Kjo është këneta jonë opozitare dhe filozofia e saj. Kjo ka qenë gjithmonë dhe kjo do të jetë. Derisa të ketë bufin që vigjilon nga balkoni mbi të gjithë gjendjen poshtë në kënet, duke kthyer përfaqësuesit e popullit opozitar në ca zvaranik politik e në insekte mediatike që vetëm kafshojnë dhe pickojnë duke helmuar pa pushim. Rama e quajti të rrezikshëm këtë kërkesë të Berishës kur bëhet fjalë për fëmijët. Apeli i bufit kënetës për fëmijët që mos shkojnë në shkollë apo që t'i bashkohen bashkë me prindrit në protest armatës tij, besoj se duhet marrë tejet seriozisht si një simptom lajthitjeje e rrezikshme, çka të bën për të qeshur kur sheh karavidet e Shqipërisë madhështore. Kryeministri njoftoi se TikTok do të vazhdojë të rrijë mbyllur derisa kompania të paraqesë një plan bindës për sigurinë e fëmijëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të bllokojë nismën e burgjeve të hapura në kuvend. Komisioni ankesave rrëzon vendimin e Celibashit me arsyetimin se nisma nuk favorizon të burgosurit drejt për drejt me zgjedhjet. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve rrëzoi vendimin e komisionerit shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, duke i hapur dritën jeshile kuvendit që të vijojë procedurat për projekt ligjin për burgjet e hapura. Duke referuar pikërisht në ligj në nenin 4 të tij, citohet në mënyrë eksplicite se cilat janë përfitimet që do të ketë kjo kategori. Pra, është një kategori e të dënuarve, të cilët janë të dënuar nga 2 vjet nga 6 muaj deri në 2 vjet, dhe kontratat e punës që këtyre të dënuarve do të siguroheshin që dhe këto përkthehen në para. Ne mendojmë që vendimi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është në përputhje me provat dhe me ligjin dhe duhet të i kërkojmë kas që ta lëri në fuqi atë. Drafti i paraqitur nga kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare Nasip Naço synon lehtësimin e kushteve të izolimit të burgosurve. Ne në kodin penal kemi edhe gjysmëlirin i cili është parashikuar edhe te ligji numër 81/2020 për trajtimin e të dënuarve, por nuk kemi asnjë rast nga gjykata që t'i japi në vitet e fundit t'i japi vendime me gjysmëliri. Dhe gjithashtu, nëse ne mbajmë këtë projekt ligj të pandryshuar, ja rreth 500 të dënuar, të cilët duhet ishin te burgu i sigurisë ulët, por rinë te burgu i sigurisë zakonshme. Dhe kjo më shumë ka të bëjë me drejtat dhe liritë themelore të njeriut, se sa ka ndërhyrje apo përfitime nga ana ime apo nga mazhoranca për efekte elektorale. Vendimi i KAZ vjen pas ankimimit të depozituar nga Kuvendi i Shqipërisë ndaj vendimit të Celibashit, i cili kishte argumentuar se ky ligj shkelte kodin zgjedhor dhe mund të përdorej si fushat elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Sot ishte planifikuar mbajtja e seancës paraprake për ngjarjen e vrasjes së 14-vjeçarit Martin Cani. Ajo u shtyp për shkak të mungesës në gjyq të miturit tjetër, i cili mbeti i plagosur në konflikt. Gjykata e Tiranës shtyu seancën paraprake për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani për shkak të mungesës së shokut të tij, i cili mbeti i plagosur gjatë sherrit. Publikun duhet të jetë seancë ku marrin pjesë gazetarët, marrin pjesë qytetarët, se në këtë formë ne bëjmë drejtësi jo vetëm në dhënien e drejtësisë, por edhe në dukje drejtësisë në mënyrë që të arrijmë në përfundimet e duhura. Ne kemi pritshmërinë që ajo dosje për shpërdorim detyre, qoftë e shkollës, qoftë e institucioneve shëndetësore, të hetohet me detaje, të shkojmë deri në pikën që të gjenden gjithë ata persona, institucione që kanë përgjegjësi për ngjarjen që ka ndodhur në shkollën Fanoli. Flasim dje nëna dhe them që edhe, siç e tha dhe avokati pak më para, që seancat bëhen në mënyrë të hapur, sepse këtu nuk kemi çfarë marrim sekret. Ngjarja ndodhi më 18 nëntor pas një konflikti mes 2 adoleshentëve në shkollën Fanoli në Tiranë. Autori Mario Porlesha, i 14 vjeç, akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese ndaj një të mituri. Seanca e radhës është caktuar më 27 mars.
Sipas ekspertëve të ekonomisë, blerja e një shtëpie me kredi nuk është investimi më i mirë për të filluar jetesën familjare. Një nga mënyrat më fitimprurse është jetesa me qera, duke investuar në pasuri të paluajtshme. Çiftet e reja që duan të fillojnë jetën familjare dhe të sigurojnë një banesë për të jetuar përballen gjithmonë më shumë me dilemën të blejnë shtëpi apo të jetojnë me qira. Sipas ekspertit të fushës Rezart Lai, nisja e jetës familjare duke bler shtëpi me kredi është hap i gabuar duke patur parasysh edhe kostot e fshehura që mbart ky investim. Banesat me qera kanë këto qerane për muajshme dhe ka shumë njerëz që e shohin si zgjidhje kalimin që fazën e një kredie të blerje një shtëpisë përmes kredisë. Megjithatë nuk është aq e thjeshtë pasi vetëm një interes 5% akumulative ti brenda 20 viteve ti e ke pagu 2 fishat shtëpinë, pasi ti ke edhe taksat, të cilat zakonisht kur je me qera nuk e pagun, ti ke edhe mirëmbajtjen e shtëpisë dhe investimet që do ajo shtëpi. Për këtë çështje Lai propozon jetesën me qera dhe investimin në pasuri të paluajtshme. Një mënyrë shumë e mirë për disa të ri është që nëse paratë e para apo kreditë e para i marrin për të investuar, i marrin për një aset i cili i kthen lek, për shembull, për të blerë një garazh, për të blerë një dyqan të vogël, për të blerë diçka në cilën marrin qera të përmuajshme mbrapsht. Dhe elementi tjetër është të jetojnë poshtë nivelit të të ardhurave të tyre. Pastaj mund ta përdorin atë pronë, atë dyqan, atë garazh si kolateral përmes bankës për të blerë shtëpinë tjetër. Një mënyrë tjetër e zgjuar që po aplikohet kohët e fundit është blerja e shtëpisë me parapagim 20% që në nisje të projektit. Komisioni i Integrimit ka miratuar unanimisht marrëveshjen për hapjen e degës së Bankës Europiane të Investimeve në Shqipëri, ndërkohë që vetëm me votat e mazhorancës është miratuar paketa e maleve. Marrëveshja për hapjen e degës së Bankës Europiane të Investimeve në Shqipëri është miratuar nga Komisioni i Integrimit. Kjo bankë është organi i Bashkimit Evropian i cili do të menaxhojë fondet të cilat Shqipëria pritet të përfitojë nga plani i rritjes së BE-s, pjesa më e madhe në kredi, por edhe grante. Për kryetarin e Komisionit të Paku, hapja e kësaj zyre është dëshmi e mungesës së besimit tek institucionet vendase. Unë e shoh si një skepticizëm ndaj institucioneve shqiptare për të siguruar që fondet nuk shpërdorohen, sepse ajo që ka ndodhur me IPARD-in për shkak të fondet e bujqësisë është një njollë shumë e madhe me institucionet shqiptare. BEI ka dhënë një sër huaj dhe kredish shtetit shqiptar, të cilat po implementohen ose do implementohen së shpejti. Kështu që ka treguar mjaftueshëm besim në të shkuarën për aftësitë implementuese edhe të qeverisë. Arsyeja pse është e nevojshme të ketë një zyrë këtu, sepse projekti i planit të rritjes është një projekt specifik, i cili po koordinohet në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe ka nevojë për një ndjekje të vazhdueshme. Komisioni gjithashtu ka miratuar edhe paketën e maleve që synon shitjen e tokave shtetërore që ka një posedues me tarifën simbolike €1 me qëllim zhvillimin e maleve për të kthyer në pika turistike. Kjo nisëm u rikthyer në komision pasi më herët u bllokua nga KQZ, por kaloi nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve. Paketa planifikohet të ketë rreth 500 përfitues në të gjithë vendin. Pak kohë nga shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar, Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka zhvilluar seancën dëgjimore për kandidatët e rinj, të cilët aplikuan për anëtar të këtij këshilli. 67 kandidat paraqitën dokumentacionin sipas kritereve të përcaktuara, për të cilët nisi këtë të hënë faza e dytë, ajo e dëgjesës. Kandidatët janë emrat spikatur në fusha të ndryshme si në art dhe kulturë, në fushën e komunikimit, jurist, kontribues në median e shkruar dhe atë vizive. 31 prezantimet e para paraqitën qasje në lidhje me pozicionin që do të kenë si antar. Të martën do të vjohet edhe me 36 prezantimet e tjera, ndërsa pas përfundimit të plotë të dëgjesave do të bëhet edhe përzgjedhja. Më herët Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ka propozuar që kozgjatja e mandatit të antarëve të rinj të Këshillit, por edhe kryetarit që pritet të zgjidhet, të jetë një mandat i plot 5 vjeçar. Lëvizja vetëvendosja e drejtuar nga kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ende nuk ka nisur bisedimet me forcat të tjera për krijimin e qeverisë së re të vendit, pasi siç u shpreh Kurti po pret shpalljen e rezultateve përfundimtare edhe certifikimin e tyre.
Ndërsa ende nuk janë shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit në Kosovë, kryeministri në detyrë Albin Kurti lëviz vetëvendosje të cilit ka fituar deri tani më shumë se 40% të votave, por jo mjaftueshëm për të krijuar qeverinë e re. Është pyetur nga gazetarët nëse ka nisur bisedimet për ekzekutivin e ri të vendit, pyetje së cilës ju përgjigj shkurtimisht se ende nuk ka nisur bisedime të tilla. Rezultatet përfundimtare pas Ndërkaq, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të hënë në ri numërimin e votave për subjektet politike në 50 kuti votimi në njësi të ndryshme administrative, 35 për të cilave në komunën e Vushtrisë. Janë identifikuar 15 vendvotime në të cilat ka mëspërputje prej një nënshkrimi dhe 2 nënshkrime, pra 2 nënshkrime në listën e nënshkrimeve dhe një fletvotim ose 2 fletvotim më pak ose më shumë në kutinë e votimit. 35 vendvotime për cilat vrehet, pra është më e dukshme diferenca mes votave të kandidatëve të hedhë në rinumërim të plot, pra të shkojnë për këto 30, që është dikur rreth 35, pra numri 35 vendvotime të rinumërohen plotësisht që janë vetëm nga komuna e Vushtrisë. Në datën 5 mars, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi përfundimin e numërimit të gjitha votave për zgjedhjet e nënshkurtit. Pas kësaj, partitë dhe kandidatët kanë drejtuar ankesat e tyre në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtrime dhe më pas në Gjykatën Supreme. Pas përfundimit të afateve për ankimim, KQZ mund të certifikojë rezultatin zgjedhor dhe t'i hap rrugë formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Shefi NATO-s Mark Rutte thotë se angazhimi i Aleancës Ushtarake ndaj Bosnjës është i palëkundur, duke konfirmuar mbështetjen e tij të plotë për integrimin territorial të vendit ballkanik. Rutte theksoi nga Sarajeva se NATO nuk do të lejojë që paqja e fituar me vështirësi në këtë shtet të vihet në rrezik. Gjatë një vizite në Sarajev, shefi i NATO-s Mark Rutte dha mbështetjen e tij për presidencën trepalçe në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndërsa vendi ballkanik vazhdon të përballet me krizë politike pas dënimit me një vit burg të Milorad Dodikut. Presidenti i Republikës Srpska u akuzua për kundërshtim të autoritetit së përfaqësuesit të lartë ndërkombëtar. Angazhimi ynë ndaj Bosnjë dhe Hercegovinës është i palëkundur. NATO mbështet plotësisht sovranitetin dhe integritetin e saj territorial. Marrëveshja e Daytonit është gur themeli i paqes në këtë vend dhe duhet respektuar. Çdo veprim që sonon atë, rendin kushtetues apo institucionet kombëtare është i papranueshëm. Mark Rutte tha se NATO-ja nuk do të lejojë që paqja në Bosnjë të vihet në rrezik. We will not allow hard-won peace to be jeopardized. Ne nuk do lejojmë që paqja e fituar me vështirësi të vihet në rrezik. NATO do vazhdojë të mbështesë në rrugën evropiane dhe euroatlantike, së bashku me partnerët ndërkombëtar. Është thelbësore që edhe liderët politik të Bosnjës dhe Hercegovinës të bëjnë pjesën e tyre. Sekretari i NATO-s theksoi gjithashtu se Aleanca nuk do të lejojë asnjë vakum sigurie në Bosnjë dhe Hercegovinë. Of course, I hear concerns about the security situation. Kam dëgjuar shqetësime për situatën e sigurisë. Le të jemi të qartë. Kjo situatë nuk është si në vitin 1992 dhe ne nuk do lejojmë që të krijohet një vakum në sigurinë e vendit. Komuniteti ndërkombëtar është këtu dhe është i angazhuar për të vazhduar mbështetjen tonë të fuqishme. Sekretari Mark Rutte zhvilloi vizitën në Sarajev në kohën kur autoritetet e Republikës Srpska, duke kërcënuar me shkëputje nga Bosnja, kanë tentuar të ndalojnë funksionimin e institucioneve shtetërore të drejtësisë dhe policisë në territorin e këtij entiteti. Të martën Rutte zhvillon vizitë edhe në Kosovë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka njoftuar mbylljen e 83% të programeve të USAID pas një auditimi dhe shqyrtimi që zgjati rreth 6 javë në lidhje me kontratat e Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të mbyllin zyrtarisht 83% të programeve të Agjencisë për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID, që nuk përmbushin interesat e Washingtonit. Njoftimi erdhi nga sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio. 5200 kontrata të USAID që janë anuluar kanë shpenzuar miliarda dollar në mënyra që nuk i kanë shërbyer dhe madje në disa raste kanë dëmtuar interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. U shpreh Rubio në një postim në rrjetin social X, duke shtuar se në konsultim me Kongresin, programet që do të mbahen të hapura, rreth 1000 prej
tyre do të administrohen në mënyrë efektive në drejtimin e Departamentit të Shtetit. Vendimi për mbylljen e programeve erdhi pas një procedure rishikimi dhe auditimi që zgjati rreth 6 javë. USAID shpërndan ndihmë humanitare në të gjithë botën me programe të emergjencës dhe shëndetësisë në rreth 120 vende. Departamenti i Shtetit që mbikëqyrë USAID njoftoi në datën 26 shkurt se synonte të shkurtonte rreth 92% të financimeve që agjencia ju jep organizatave të huaja, duke identifikuar 5800 grante për t'u eliminuar. Në postimin e tij të SHN-s, Rubio falenderoi veçanërisht Departamentin e Eficiencës së Qeverisë që drejtohet nga miliarderi Elon Musk, që synim ka reduktimin e kostove të panevojshme në departamente të ndryshme qeveritare. Presidenti Donald Trump dhe aleatët e tij kanë argumentuar se ndihma që u jepet organizatave të huaja është e padobishme dhe nuk ju shërben interesave amerikane. Thirrja e sindikatës së transportit për një grev 24 orëshe paralizoi këtë të hënë transportin ajror në Gjermani. Shoqata e aeroporteve paralajmëroi anullimin e mira fluturimeve nga 13 aeroporte me mbi 500.000 udhëtar të prekur. Qindra fluturime u anulluan këtë të hënë në të gjithë Gjermaninë pasi punonësit e aeroporteve nisën një grevë mbarkombëtare 24 orëshe për shkak të pagave. Greva e organizuar nga Sindikata Verdi nisi të dielën në aeroportin e Hamburgut përpara se të zgjerohej në një grevë mbarkombëtare edhe në 13 aeroporte të tjera. Pasagjerët në Frankfurt, Munich, Düsseldorf, Berlin dhe qytete të tjera kryesore u njoftuan që të mos udhëtonin drejt aeroporteve për shkak të grevës. Shoqata e aeroporteve paralajmëroi anullimin e mira fluturimeve me mbi 500.000 udhëtar të prekur, ndërsa tha se greva ka paralizuar pothuajse plotësisht trafikun ajror. Kërkesat e Sindikatës Verdi përfshin një rritje pagash prej 8% ose një shtesë prej rreth 350 eurosh në muaj për të gjithë punonësit edhe 3 ditë pushime shtesë, por punëdhënësit deri tani kanë hedhur poshtë këto kërkesa si të papërballueshme. Partizani ka marrë 3 pikë tepër të rëndësishme pasi ka mundur në transfer të Skënderbeun me rezultatin 1-2. Partizani rikthehej te fitoria, gjë që i mungonte prej 7 javësh. Ka fest në kampin e Kush, pas 3 pikëve të marrë në transfertën ndaj Skënderbeut. Nga një pjesë loje për secilën skuadër, gjë që ndikoi dhe në rezultatin e kësaj sfide. Ndeshja nis mirë për Skënderbeun që përfiton 2 goditje këndi radhazi, por fillimisht është portieri Qirko e më pas Mehmeti, që largojnë rrezikun nga zona e të kuqve. Partizani mundohet të reagojë, por pa krijuar rrezikshmëri në portën e skuadrës korçare. Minuta e 31, Bismarck fiton një penalti pas kontaktit me kapitenin e Partizanit Preka. Arbitri Bastari është i sigurt në vendimin e tij dhe bën shenjë nga pika e bardhë. Ardit Nikaj është i saktë dhe Skënderbeu në avantazh 1-0. Pjesa e parë mbyllet me një tjetër rast përvendasi që gjen të papërgatitur mbrojtjen e Partizanit. Bismarck është pranë golit, por Qirko devion në goditje këndi. Skënderbeu nis pjesën e dytë pa Bismarck, të pamundur për arsye dëmtimi. Edhe minutat e para të pjesës së dytë flasin për vendasit kur pa në Qirko i mohon golin Nasër. Minuta e 66, barazohen shifrat në stadiumin Skënderbeu. Asist i Binsukës dhe Kote barazon shifrat në 1-1. Pas Qirkos, tashmë është radha e Aliajt për të shpëtuar skuadrën e tij. Fillimisht pas goditjes së topit me kokë nga Sembene, e më pas i mohon golin Mehmetit. Partizani është tërësisht në sulm për përmbysjen, duke harruar sërish mbrojtjen, kur Joao Felipe ka rastin më të mirë për të kaluar Skënderbeun në avantazh. Qirko shpëton sërish Partizanin. Në minutën e 90, dorëzohet portieri Alia. Partizani kalon avantazh. Alia ndal Binsukën, por Eleke është i saktë dhe 1-2 në stadiumin Skënderbeu. Pas kësaj humbje, rëndohet situata për skuadrën korçare që vazhdon të qëndrojë në fund të renditjes së Abisnet Superiores. Kemi mbritur në mbyllje, ju falenderoj që ndani me ne kohën tuaj, bashkë natën e mirë.